Dhe kuptohet që ne duam dosjen, sepse është e turpshme që mbas kaq kohësh, edhe pse kemi bërë kërkesë, edhe pse jemi drejtuar inspektorit të lartë të drejtësisë që na është mohuar një drejt që na vjen dispozicion dosja, se pa dosje s'kemi si të ngrem dhe pretendime. Natyrisht, i mbrojtur prej me zoti Agaci pretendon që është jashtë çdo ngarkese juridike, për shkak sepse ai pretendon, dhe kjo është një fakt, që ai nuk ka prekur financat publike, sepse nuk është dhe nuk ka qenë asnjëherë në funksionet e autoriteteve që menaxhojnë financat publike, nuk ka hyrë as në tendera, nuk ka marrë pjesë. Kështu që pavarësisht se s'dua të ashtu median, por media e ka fryrë problemin, e ka zmadhuar dhe e ka vënë këtë në epicentër të gjithë kësaj ngarkese dhe procesi të deklaruar nga organi i SPAK-ut. Problemi është sepse këta të fusin në burg, pastaj e di atë historinë që të marrin këtë, presin këmbën, pastaj ta numërojnë, ke apo si ke dy këmbë. Kupton apo jo? Dhe kjo është një praktikë e vendosur që në fillim të fusin në burg, pastaj bëjnë hetimet. Ndërkohë që duhet të jetë e kundërta, duhet të bëjnë hetimet, të mbledhin provat dhe pastaj të drejtojnë gjykatës në raport me veprën, me rrezikshmërinë apo jo të personit dhe me gjithë ngarkesën e publik të kërkojnë një masë të përshtatshme me gjithë ato orientime që ka dhënë gjykata kushtetuese.